Që keni përdorur një strategji atëherë, po më jeni kundër të parë, që pa të book closed Instagramin. Po. Edhe Me rrit. Do të që të shë mim, t'ja bëj ke forward dikujt, s'më ke me pa bu follow. A keni bu me qëllim këto? Po, ka pas ditë, që tash është pa keq me thon, po një pisane më fatlume që kanë ndodhur kundër fresh është kur ka rrugë pandemia. Pandemia të na në Kosovë, në mendoj që ka kriju biznes. Ka mshël, po edhe ka kriju biznes. Sidomos në digjitale. Ka pas ditë që ashtu deri 3000 followers ta ditë. Çashtu, t'ja bëu accept këtë. Se ç'është një mim të mirë. Me një herë poka e mirë. Se vetë të bëjshin friend ato follow request ato neç, abdeu shteshin shumë. Pandemia na i ka shtuar neve për 2 muaj 30.000 followers. Për 2 muaj. Është më mirë. Masë u kri pandemia, që po të kallëzoj tash, Kullen Fresh Studio punoj ke, tash unë menaxhesha edhe studion, tash mëna ditës. I menaxhesha 5-6 klienta 7 në rrjetet sociale, në ndërkohë pauzat këtyne bëjsha memes për Kullen Fresh Magazine. Në ndërkohë folsha me klienta çapo postojna masanena me këta të Kullen Fresh Magazinës, edhe ton ku në munojsha me mojt çatvar shpejtësinë ose saksin surgical na me Kullen Fresh. A vetëm kështu. Do të thonë ka bë memes ku a dy kanale më shumë ti. Në grupet punës, në grupe që është një kanale shumë. Se na kena bë për shembull ai tipi që vjen, që e ka laptopin me shumë stikera. Që ti ka kry 250 trajnive që 5 vjet. Unë më mend çat memes specifikisht ai ka shtu 600 followers.